Mimoza Ahmeti, kryefjala e firmës VIP, është tashmë një ndër personazhet me drite ku përveç show televiziv, ajo dhuroi një super spektakel duke ju dhënë gjithë shqiptarëve një buzëqeshje në fytyrat e tyre. Momentet e saj kaq pikante i dhanë një bukuri. Spektakli televiziv, ajo e përballoi çdo sfidë, foli për jetën e saj, rrefeu gjithë jetën dhe tregoi që njeriu nuk duhet ta paragjykojë veten, por siç e ka krijuar Zoti ta shijojë jetën e tij pa komplekse. Moza është një artiste poete prej dekadash. Ajo gjithmonë është përpjekur pa bere furca, por gjithnjë duke qenë origjinale dhe duke i treguar gjithkujt se në çdo zemër ka një vend të bukur që fshihet në çdo person. Ajo gjithashtu i mbeshtet njerëzit në nevojë. Zemërgjërsia e saj, vuajtjet që kanë kaluare, kanë bere me të fortë ketë femër, edhe pse e brishte forca e saj pasqyrohet në ato çka shprehë si i trajton të tjerët. Moza ka qëndruar shumë origjinale në sytë e saj, vrehen lot gëzimi ajo, edhe pse fitoi çmimin e madh, kur nuk doli nga vetja duket se do i mungojnë banorët e tjerë të cilët i futin në zemrën e saj për të mos i nxjerrë me. Por Moza tashme ka një benefit shumë të mirë. Ajo shpalosi vetveten dhe ju tregoi të gjithë shqiptarëve se kush ishte në të vërtetë, dhe kjo gjë bëri që të fitonte çdo zemër. Kemi dhe disa njerëz skeptik të cilët Moza thotë se ne vimesi do t'ju fitoj zemrën, dhe atyre ajo me atë brishtesi, me atë forcë e vendosmëri, me këtë super kombinim të mundshëm, ka mundur shumë kalvare dhe ja tashme po vezullon me një kuror. Tashme Mozen mund të takoni në panajirin e librit ku ajo nuk mungon. Gjithashtu mund të bleni dhe librat e saj për të pasuruar biblioteket tuaj. Moza e ka treguar veten, ajo është e vërtet një yll që shëndrin në momentin që fitoi çmimin. Ajo nuk pati atë entuziazmin e madh si bëjnë të gjithë, por atë falënderimin e saj në heshtje befasues, pra e pandryshueshme, dhe pse tashme kishte në dorë gjithë atë vlere, kjo u befal të gjithë në mbështetësve të saj. Pikërisht për këtë ajo ka dalë në korridorin e fermes dhe ka falënderuar të gjithë duke u shprehur ua, po ketu u bë kanami ç'është kështu ju du shprehet Moza. Ajo ju është shumë mirënjohëse dhe përveç kësaj ka një falënderim për çdo dronë, për çdo post e për çdo mbështetës që i ka kushtuar pakes kohë e dashuri. Ajo ju është shumë mirënjohëse dhe ju dërgon të gjithëve përqafime. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe.